Coach, very interesting game. It was equal, and then you had a very nice series, 17-2. You went ahead. What was the decisive? What was the key of the win tonight? First of all, happy New Year to everybody. No, for us, first of all, is to manage the game. 2 days ago, we played a very tough game with overtime. And we are minus 4 players, locals, so it's very important for us to manage the time and the game. No, we follow the plan. We know that the team that we face, they like to run a lot, especially in their home court. So we control the rhythm of the game. And after, our team, they have a lot of talent in the offense. They find the options. We are more patient than the other times. And that's why we win the game. It's just one game. It's 14 points up. It doesn't matter how we win 14 points. We can lose 14 points. But I'm happy because we passed 2 games in 2 days without losing. This game now is important for us. Dukes come and you see help us immediately. It's going to be another one coming now, ready to play in Trefka. I hope our Rangers are going to come back, and with the full team, it's going to be different story for us. Thank you very much. You're welcome. Pra, trajneri Kakiusis së pari uroi vitin e ri, pastaj tha e pyeta cili ishte qersi i fitores sonte, pasi ishte lojë shumë e ngushtë, më pas shkuan në epërsi, tha për neve ishte e rëndësishme se i patëm 2 ndeshje aresht, njërën pas tjetrës, sidomos ajo ndeshja e vështirë të cilën e patëm para 2 netëve dhe cila shkoi në vazhdime në kuadër të IMBL-it kundër Tirasollit, dhe për të ishte shumë e rëndësishme që sonte të fitojnë dhe të mos humbin. Kanë 4 lojtarë të cilët ishin të lënduar. Për neve ishte e rëndësishme që të ndalim ritmin e skuadrës së vllazнимit, skuadrë e cila ka dëshirë dhe luan basketbol të shpejt, ka dëshirë të vrapon, të imponoj ritmin e vetë, dhe atë e kemi ndalë, e kemi kontrolu në anën tjetër, pra kemi pasur shumë talent, kemi skuadrë e cila është e mirë në sulm dhe sonte këte edhe e dëshmuan, tha me njëherë me ardhjen e Halil Djuksit, kjo dhe u pa, realizoj me të vërtet, i realizoj 5 treshë nga 6 tentime, ndërsa do të vjen edhe një përforcim tjetër, e ka fjalën për Clarencin të cilën e paralajmëruam, ndërkohë që pret që të kthehen edhe lojtarët e lënduar, sidomos lojtarët vendor, prandaj edhe është dashur që sonte të ketë një minutazh, të kontrollojë minutazhin e lojtarëve vendor. Në përgjithësi ishte i kënaqur me këtë fitore, edhe pse tha pavarësisht që kemi fituar me 14 pikë, shumë lehtë mund të ndodhë të humbim edhe me 14 pikë, sepse duhet të jemi të fokusuar dhe të hyjmë në çdo lojë maksimalisht të koncentruar, ishin fjalët e trajnerit Kakiusis.